Partia Socialiste ka reaguar pas ngjarjes së ditës së kaluar në Fier, ku një grup të rinj pjesë e forumeve rinore të Partisë Demokratike bllokuan makinën e ministrit Erion Veliaj, që do shpërndante ndihmë për të përmbyturit. Deputeti Besnik Bari në një dalje për shtyp tha se sot është dita që të ketë solidaritet dhe jo deklarata hileqare. Baraj mëtej i lëshoi një apel kryetarit të PD-s Basha, që të mos sillet si ish kryetari Berisha, që shfrytëzonte raste të tilla për të futur përçarje në popull. Aktivistët në fjalë të hypur në makina luksoze dhe të shtrenjta, që s'kishin të bënin fare me zonën e përmbytur të Fierit, kanë inskenuar një bllokim të turpshëm për të realizuar me celularët e tyre filmime që nxisin përçarje dhe urrëtie. I bëj thirrje personalisht Lulzim Bashës, që të mos na e kujtojë orë çast dhe për çdo gjë famkeqen Sali Berisha. Mjaft me politikën përçarëse të urrëties të Saliut. Por nuk ka vonuar reagimi menjëhershëm i deputetes demokrate Albana Bokshi, e cila kritikoi kryeministrin Edi Rama se ka bllokuar qëllimisht qytetarët, ndërkohë që sipas saj karvani u bllokua nga qytetarët e pakënaqur. Fondi i dhënë nga Edi Rama për rezervat e shtetit për ushqime në vitin 2014 është 6 milion lekë të reja. Për vitin 2015 është 10 milion lekë të reja, pra gjithsej 120.000 euro. Ndërkohë që ai vetëm pak muaj më parë dha 200.000 euro për përmbytjet në Serbi dhe në Bosnjë.